Zëvendës ndihmës sekretari Amerikan I Shtetit për Evropën dhe Euroazin, Hoyt Bryan Yee, ndodhet në Shkup, ku po takohet me drejtuesit e partive shqiptare, ndërsa nesër do të bisedojë me krerët e partive maqedonase dhe autoritetet të tjera shtetërore. Prokuroria në Maqedoni ka ngritur akt akuza për 15 persona të dyshuar për pjesëmarrje në sulmet e së njëjtës ndaj parlamentit. Ndërkohë, Lidhja Socialdemokrate ka identifikuar me emra disa prej sulmuesve, për cilët thotë se janë të lidhur ngushtë me strukturat e partisë VMRO-DPMNE, njofton korrespondenti Isak Ramadani. Zëvendës ndihmës sekretari Amerikan I Shtetit Hoyt Bryan Yee vjen në Shkup në një situatë krize që mbahet mend mbase vetëm gjatë konfliktit të armatosur në vitin 2001. Zyrtari Amerikan takohet me drejtuesit e partive kryesore politike, Nikola Gruevskin, Zoran Zaevin, Ali Ahmetin, Bilal Kasamin, Vesel Mehmedin në vend të Zjadin Selës, I cili vazhdon të trajtohet në spital nga lëndimet e sulmeve të shenjtes në parlament, edhe Menduthaçi është në agjendën e takimeve të Hoyt Yee si dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Ambasada amerikane në Shkup bën të ditur se zëvendësi I ndihmës sekretarit amerikan do të zhvillojë takime edhe me presidentin Gjorgje Ivanov si dhe me kryetarin e ri të parlamentit Talat Xhaferin. Bisedat pritet të përkushtohen çështjes së formimit të qeverisë, realizimit të reformave dhe marrëdhënieve të dyanshme në mes Shteteve të Bashkuara dhe Maqedonisë, siç njofton ambasada amerikane. Hoyt Bryan Yee pritet të ndihmojë në uljen e tensioneve të krijuara gjatë sulmeve të dhunshme në parlament para 3 ditësh, ndërkohë që partia VMRO-DPMNE vazhdon të mos e njohë Talat Xhaferin si kryetar parlamenti, ta vërë në dyshim legjitimitetin e tij dhe mënyrën e shpalljes së tij si kryeparlamentar. Por nga ana tjetër, Brukseli dhe Washingtoni kanë lënë të kuptohet se do të bashkëpunojnë me kryetarin e ri të parlamentit të Maqedonisë për të mbështetur demokracinë dhe për t'i çuar përpara interesat e Maqedonisë. Prokuroria Publike Maqedonase ka njoftuar për flet arrestin e 15 personave të dyshuar për sulmet e dhunshme në parlament. Televizioni Alsat, në bazë të njoftimeve të pakonfirmuara zyrtarisht, thotë se në mesin e të arrestuarve është edhe një shef I shërbimit të kundërzbulimit. Autoritetet e rendit as nuk e kanë përgënjeshtruar e as konfirmuar lajmin. Lidhja Socialdemokrate shprehet e habitur për numrin e votave të ndaluarve dhe për rikualifikimin e akuzës fillestare nga përpjekje për vrasje në pjesëmarrje në turm. Dhuna është regjistruar nga kamerat televizive dhe kamerat e sigurisë së parlamentit dhe aty duken qartë fytyrat e shumë prej sulmuesve që përgjakën dhe lënduan ligjvënësit, ndërta 2 kryetar partish, ndërsa lëndime kanë marrë edhe punonjës të tjerë të parlamentit dhe disa pjesëtar të medias. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.